Asnjëherë mos e hiqni lëkurën e pulës, ja çka thot doktori. Me siguri se shumë persona ju kanë thënë se sa e dëmshme për shëndetin është lëkura e pulës. Jo vetëm se ndikon që të shtoni në peshë, por me siguri u kanë thënë se edhe rrit nivelin e kolesterolit, shtypjes së lartë të gjakut dhe kontribon në sëmundjet e zemrës. Megjithatë, studimet e fundit kanë treguar se ky rekomandim është i gabuar. Nuk ka nevojë ta largoni lëkurën e pulës para se ta gatuani dhe ta hani. Ekspertët këshillojnë, sipas Universitetit të Harvardit, ngrënia e lëkurës së pulës posaçërisht në sasi të moderuar nuk do të shkaktojë probleme, por jo vetëm nëse e konsumoni brenda normës. Nëse e teproni me të, atëherë do të shkaktojë edhe një sër efektesh. Lëkura e pulës është e mirë edhe për konsumin e saj, nëse gatuhet të paktën me 340 gram pulë dhe 50 kalori që do të merrni prej lëkurës së saj, kjo është një madhësi mesatare e ushqyesve që ajo do të ofrojë.